Një aksident me makinë i mori jetën në mënyrë tragjike e Fatjon Bunjakut. Futbollisti 22 vjeçari i Elbasanit ndroi jetë dje pas mesnate, ndërsa ishte duke u udhëtuar në aksin Prishtinë-Mitrovica. Bunjaku, i cili së fundmi ishte pjesë e Elbasanit në Shqipëri, gjatë karrierës së tij kishte luajtur për disa skuadra të njohura në Kosovë, ndërsa kishte qenë edhe pjesë e përfaqësueses U21 të Kosovës, ku konsiderohej një prej futbollistëve me perspektivë. Në një reagim në kanalet e komunikimit, Elbasani shpreh ngushëllimet për familjen dhe miqt, duke thënë se klubi humbi më shumë se një lojtar. Reagime të shumta ka pasur nga futbollistët, klubet dhe drejtuesit e tyre, ndërsa kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit Erman Duka i ka shprehur ngushëllimet familjes. Edhe Federata e Kosovës në futboll është shprehur zemërthyer për humbjen e Bunjakut. Veç Elbasanit, Bunjaku kishte qenë edhe pjesë e Malishevës, Liris, Gjilanit, Trepçës, Fonix, si dhe kishte luajtur në Kroaci. Rrugëtimi i tij në futbollin profesionist nisi te Trepçe, klub ku u formua dhe bëri hapat e parë në futbollin e të rriturve. Më pas provoi një aventurë në Kroaci, para se të rikthehej sërish te skuadra mitrovicase. Pas periudhës në Trepçe, Bunjaku veshi fanelën e Fonixit, por të vazhduar më pas karrierën tek Liria Prizrenit. Më pas ai u bashkua Gjilanit, ndërsa vetëm pak muaj më vonë transferohej te Malisheva. Paraqitja e mirë në Superligën e Kosovës bën që në verën e vitit 2025 të transferohej tek Elbasani në elitën e futbollit shqiptar, ku sezonin e fundit luajti 32 ndeshje.